Një debat banal mes shokëve në lokal përfundoi me vrasje mbrëmjen e djeshme në Babru. 40 vjeçari viktima, Hajdar Ismail Geci, humbi jetën si pasojë e goditjeve me thik, ndërsa autori, shoku i tij Arlin Demushi, u arrestua në Durrës pas ngjarjes në banesën e motrës së tij. Hetimet e kryera nga policia e Tiranës zbuluan se Demushi dhe Ismail Geci ishin miq dhe prej 10 ditësh viktima qëndronte në banesën e autorit në Babru. Para ngjarjes, të dy kishin qenë më parë në një lokal duke konsumuar alkool. Sipas pretendimeve të autorit, viktima e kishte ofenduar duke i sharë bashorten. Debati u përshkallëzua rrugës jashtë lokalit dhe përfundoi tragjikisht me sulmin me thik. Në pamje, autorit duket pas ngjarjes teksa largohet nga vendi i krimit. Arlin Demushi shihet teksa flet në telefon, ndërsa duke ecur rregullonte rrobat e tij dhe fshet dorën që siç duket e ka me gjak duke e futur në xhep. Më pas qetësisht largohet në errësirë mes lagjes. Policia lokalizoi dhe arrestoi 38 vjeçarin në Durrës, duke i gjetur edhe një çantë me rrobat që kishte mbajtur gjatë kryerjes së krimit.